أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سكاد الشمس lavdërimet, falëndërimet I takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala, ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutem Allahun azza wa jall që Allahu na mundson që ta përfundojmë këtë Ramazan duke qenë përfitues dhe fitimtar prej muflihinëve, atyre të shpëtuarve, prej atyre të cilët dalin të mirë me zemra të mira, me vepra të mira prej Ramazanit, duke gëzuar Allahun azza wa jall, duke qenë Allahu krenar me veprat e tona dhe me zemrat e tona. Dietarët e muslimanëve në këshillat e shumta që kanë dhënë, e kanë dhënë një këshill prej përfitimeve të këshillave të tyre, nën kuptohet një këshill dëshmoja Allahut azza wa jall me vepra të mira se ti e don Allahun azza wa jall dhe se ai duhet me ta pastrua zemrën ty. Dëshmoja Allahut me vepra të mira, puno për Allahun subhanahu wa taala. Kur ta adhurojsh Allahun, adhuroje vetëm Allahun azza wa jall dhe mundohu që të jesh I përpikt në veprat të cilat ti I vepron, në agjërimin ton, me gjuhën tonë, me zemrën tonë, me veprat e tua. Mundohu që Allahu subhanahu wa taala që hajër të ti. Dhe se dije një çështje se nëse Allahu azza wa jall e pranon veprën e robit, nëse Allahu ta ka pranuar veprën ty edhe mua o musliman, Allahu është problem në robin e tina për qatë vepër. Fillimisht, prej punëve më të mëdha në këtë dynja është Allahu më ta pranu veprën. Edhe mos me të shpërbly hiç, është se Allahu azza wa jall, ai I cili është I përsosur, ai I cili është më I larti, ai I cili është më I bukuri, ai I cili meriton që gjithçka të sakrifikohet për Allahun azza wa jall në mënyrën më të mirë, ta ka pranu veprën tyje. S'ka diçka më të madhe se kjo. Edhe hiç mos më të shpërblyj Allahu azza wa jall për çat vepër, shpërblim më të madh për tyje nuk duhet kur ta di se Zoti jot ta ka pranu veprën ty. Thoshin musliman të parë, Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, kuptoje tash pse ka thonë çfarë. Ka thonë sikur ta dija që Allahu azza wa jall më ka pranu mua veç një sejdë. Ta kisha ditë që Allahu veç një sejdë më ka pranu mua, e kisha lutë Allahun azza wa jall më marr shpirtin që më dalë sa më shpejt te Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ajo është I bukur. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu është I bukur dhe e do të bukurën. Allahu është I bukur dhe nuk pranon vetëm se të bukurën. Pra, ato që e pranon Allahu azza wa jall, dije se çajo ka qenë e bukur. Dhe në momentin kur e pranon Allahu azza wa jall një vepër, Allahu subhanahu wa taala shpërblen për to. E shpërblimi Allahu subhanahu wa taala erdhë në hadithe se shpërblen 1 deri në 10 apo deri në 700 apo sa don Allahu subhanahu wa taala, sikur se erdhi në shumë prej tregimeve se dikujt I shkoi shpërblimi te Allahu azza wa jall, fa waqa'a ajruhu ila Allah, e shpërblimi I tina mbet te Allahu azza wa jall. E thanë dietarët, kur Allahu nuk e përmend shpërblimin për një vepër, dije se është diçka shumë e madhe. Është diçka shumë madhështore. E kur ta shpërblen Allahu azza wa jall për çat vepër, e shpërblen për shkak dashurisë që ka për atë rob. E kur e shpërblen për shkak dashurisë, e shton dashurinë për atë rob, atëherë Allahu azza wa jall shikon në zemrën e çatij robi që për shkak të atyre veprave të mira me ja përmirësu zemrën. E kur I përmirësohet zemra atina, Allahu ato e begaton me nënshtrueshmëri, me takvallëk, me dashuri për Allahun subhanahu wa taala, me dashuri për Kur'anin, librin e Allahut azza wa jall, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha Uthman ibn Affani, o ju njerëz, me ditë na madhështinë e këtij Kur'ani, na u kishin qas zemrat neve mas tina. Me I ditë na urtësitë e këtij Kur'ani, na u kishin qas zemrat neve mas Kur'anit. Tha Imam Shafiu rahimahullah, o ju njerëz, me ditë jo, se me ditë robi, se qysh Allahu azza wa jall ja përmirëson atina çështjet,
Qysh Allahu ja rregullon atina çështet kur ai është fjet në gjumin e tina, pasha Allahun ju kish qas zemra për dashurinë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall ka thirrë në Kur'an, në shumë ajete Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thirrë robët e tina e të mirët din se qysh me ju përgjigje Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha Allahu azza wa jall në surën Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, o ju njerëz, nxitoni drejt Allahut subhanahu wa ta'ala, drejt faljes së Allahut të Zotit juve, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dhe drejt xhenetit, nxitoni drejt xhenetit që sipërfaqja e tij është sa qiejt dhe toka, e i cili është përgatitur për të devotshmit. E ky Ramazan vallahi ka ardhur për devotshmëri. Ky Ramazan ka ardhur për me shtuar devotshmërinë në zemrat tona. Ai i cili shton devotshmërinë këtë Ramazan, për ta është përgatit xheneti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Allahu azza wa jalla në vazhdim të ajetit, alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra, ata janë të cilët japin. Ata janë të cilët japin prej vetës haptazi, por kur kanë nevojë, edhe kur kanë nevojë për veten e vet, ata shpenzojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fshehtazi e haptazi. Edhe kur janë të nevojshëm, ata japin për hir të Allahut azza wa jall. Pastaj tha wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas, edhe ata të cilët e nalin mllëfin, edhe ata të cilët i falin njerëzit. Pastaj tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin. Çto vepra tregojnë se robi e don Allahun azza wa jall. E momentin që po e dash ka robi Allahun, e po ngrit ka me vepra të mira, me dhon për Allahun subhanahu wa ta'ala, me ju ndihmu njerëzve, me i fal njerëzit, me ndal mllëfin e tina, dhe me punue diçka për hir të Allahut azza wa jall, dhe me nxitue drejt maghfiretit falës Allahut azza wa jall, dhe me nxitue drejt xhenetit Allahut azza wa jall. Wallahu yuhibbul muhsinin. Këta janë prej vepër mirëve, dhe Allahu azza wa jall i don ata të cilët janë vepër mirë dhe i përsosin veprat e tyre. Tregoj Allahut azza wa jall në këto çaste të mëdha, në këto ditë të rahmetit, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha awwaluhu rahma, se ditët e para të Ramazanit janë rahmet, wa awsatuhu maghfira, ditët e mesme janë falje, fal Allahu azza wa jall shumë, edhe don Allahu azza wa jall faljen, edhe i don Allahu ata të cilët kërkojnë falje. Wa akhiruhu 'idqun min an-niran, dhjetja e fundit është se Allahu subhanahu wa ta'ala hek prej zjamit, i hek Allahu azza wa jall emrat, i hek Allahu qafat e robërve tina prej atyre të cilët janë shkru prej bamorëve të xhehenamit. Allah, kemi boçka, kemi boë 11 muaj para Ramazanit. Ndoshta kemi fol fjalë që kena hidhruar Allahun azza wa jall. Ndoshta kemi vepru vepra që kena hidhruar Allahun azza wa jall. Ndoshta mendimi jon për Allahun subhanahu wa taala ka arrit në një gradë që Allah është hidhruar me atë mendim. Ndoshta në sprova që ne ka thënë Allah azza wa jall s'kena ditë më udhim. Ndoshta se kena falendëruar Allahun azza wa jall sa duhet. Shfrytëzoje xhennetin e Ramazanit që ta arrim falën e Allahut azza wa jall, ta arrim dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe ta arrim pranueshmërinë dhe pastërtinë e zemrës tek Allahu subhanahu wa taala. Alus Allahu azza wa jall që Allahu na mësoj këto ya rabbel alamin, dunya e akhirat. Alus Allahu azza wa jall që Allahu na bashkoj me pejgambert, me njerëzit e mirë, me të sinqertit, me shahidat. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.